The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh. Ne sa po mbëritëm dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Po bëjmë hapjen të kjo pamje shumë e bukur. Jemi në Theologo. Edhe për mua është e parë që vi në këtë plazh, në këtë paralia. Ja do shohim, do ju marrim me vete dhe do ju tregojmë. Si përfundim, ndërruam vend sepse te pjesa ku kishim shkuar kishte meduza deti pikkues. Edhe nuk mund të rrinim edhe për Enjan, po dhe për ne. Edhe erdhëm te krau tjetër, dhe këtij deti është i cekët, edhe është një i populluar, ka dhe lokale, restorante, shifni. Jemi përsëri në Theologo, po në pjesën tjetër, në kraun tjetër, edhe këtu që ka deti super, shumë i cekët. Tani do vëm çadrën tonë, se këtu nuk para ka shazlone. Shikoni? Shifni sa i pastër është uji, në faktu është rërë. Po është ujë kristal dhe për fëmijë është perfekt sepse nuk ka thellësi, deri tutje nuk ka thellësi. Një kujton pak plazhin e Vlorës. Ja. Nuk pas ka shumë njerëz, edhe më mirë akoma. Shikoni Enjan tani. Enja s'korrivi në ujë te syri kërkon t'i fshi syt. Ale. Enja po ndërton një shtëpi. A shikoni si ka vendosur burët, të shohim ka do ndërtoj deri në fund. Shif, u kënaq. Ja të shohim tani se ma nisë më kam kushtuar me thënë drejtën, po jo shumë. Nuk e jetë paturën këtu. Dhe sot ta gjej unë, më basim ko me qënë se po fle Enja, ta bëjmë shpejt. E ta shohim qa ka marrë, po e hapë këtu me juve. Do ta nisim nga kjo. Këtu është një super fustan, nuk e kam për vete. E kam marrë për zemrën e vllajt tim. Shifni sa i bukur. Është masa ekstra goca. Sa i bukur që është? Materiali në fakt e mendoja ndryshe, ka dhe këtë pjesën këtu të fustës. Fustani është kështu me lule, ngjyrë pak e verdh me jeshile, me pulbër. Edhe i ka frutat kështu, të mangët. Shikni. Është shumë interesant, edhe ka dhe fjongun mbrapa. Shiko, kurizin e ka pak të hapur. Jo, është pjesa para, më fani, se mbrapa pas ka zinxhirin dhe është po, XA-ja. Shikni këtu. Stili unë po me limërlo.
Okej. Ikuk. Bazët e mia të famshme. Sinqerisht I kisha menduar më të mëdhaja. Te balkoni. Hapim. Vin kështu. Janë kaq të vogla. Dhe kanë edhe mbajtësit që ti vendosësh te kanjullat, e vendos diku këtu. Për tek balkoni mora unë këto. Ose tani që po e shikoj mund t'i vendos edhe tek minibari lart, si ta shoh. Do shoh dhe do bëj. Është ngjyra breshk, roz, kjo është fuks edhe ngjyra e berdhë. 4 copë. Iku dhe kjo. Shifni pak tani këtu që ka marrë shoqja juaj. Nëse se I keni parë virale këto kudo. I mora ngjyrë zezë, po më duken pak të mëdhaja tani. 37 I ka marrë për të shohin. Do t'ju them pastaj se marrin. Mirë që kanë këtë pjesën, shifni këtë pjesën këtu që të mos të vritet gamba. Besoj se janë të mira për tani në verë, kombinohen me çfarëdo, me xhinse, me fustan, edhe aeroset gamba nuk të mbajnë vap. Shifni tani, këto janë. Të shohim, do t'ju them se sa komode janë, mbi gjitha sa komode janë do t'ju them, edhe ajo vlen apo jo. Megjithëse nuk kushton shumë. Qa është kjo që ka marrë unë tani? Qa kam porositur nuk e di, ose e kanë futur. Se mba më të pari që ta kem porositur këta në fakt. Qa është kjo? Brown gel. Është për vetullat. Tani u kujtova. Ti vendos një këtu, se s'ka problem. Mbledhi pastaj. S'kam ku t'i vendos. Po plas nëse t'ullet sepse e një është duke pjetur. Ja. Kështu. Kjo është. Tani të shohim se nuk do presim mrekulli. 2 euro mund të ketë kushtuar. I kjo dhe kjo vada. Në fond. Këto janë shapka. Këto janë velore. Janë këto këtu. Dhe këto 37. Të shohim në material duken të mira. Tani të shohim do t'ju them se sta komode janë të ecur. Kjo ka rëndësi. Kombinohen me çfarëdo, me bezh, zez. Është okej. Vazhdojmë. Nuk e mbaj më të ta kam porositur. Kjo është një kapel. Që ka shumë interesante kjo. Shifni këtu, është një punim, është si e punuar me dorë të pjesa këtu që nuk të vret, edhe ka strehen. Interesante. Edhe në kombinim të përditshëm, unë I përdor shumë kapelat. Edhe me veshje të përditshme, me xhinse, me një palë komplete sportive. Super. Në prerje se u zgjua Enja. Këtu është një varse. Janë 3 varse, nuk e di. Tek fotot dukeshin të gjitha bashk, të vendosura, kurse këtu kanë ardhur një nga një. Kanë ardhur një nga një. Dhe kombinohen. Shiko këtu është syri. Kjo është kështu. Dhe kjo, me një lule.
Do t'i shohim si do t'i kombinojmë. Ashtë unë i dësoj. Është një kapele. Është një kapele me të pjonkon këtu, tani në plazh, është super. Kombinon dhe me shapkat, edhe me çantën time bezh. Shumë e bukur. Më vjen duke që bëjmë një kombinim, andaj do t'ju tregoj. Kjo edhe këtë. Dhe mbaroj. Kjo është një tjetër vazo. Nuk po e ha, vazo është, vendosen lule. Që ta varë të balkoni, ose flowers and garden, për në kopë. Do të vendos të varë të balkoni, se ka dhe listë. Edhe e fundi vërtet. Janë këto. Nuk e dhja I keni parë goca. Janë këto shamia. Që kanë të qepura këtu. Okej, ideja është që këto vendosen këtu të pjesa e kokës këtu dhe kapen kështu. Tani kanë flokët e lëshuara këto. Vinë në 3 ngjyra kështu. Edhe kombinojnë me çfarë të doni ju. Janë në 3 ngjyra varet se në çfarë ngjyre I keni rrobat e banjës. Edhe në përditshmëri mund t'i vesh varet nga stili që keni. Unë I kam përdor shumë edhe shamiet dhe kapelet, sidomos edhe në vitet përpara se të bëhesha mami. I kisha dhe më shumë kohë. I dedikoja pak më shumë kohë vetes. Kështu, o njerëz të mirë, ky ishte dhe haul nga Shein. Unë ju ketë pëlqyer, më jepni sugjerime, mendime, a merrni dhe ju kështu gjërash. Disa I blere kur I bëjmë online pëlqejnë, disa të tjera nuk janë ashtu siç mendojmë. Unë besoj se do t'i vendosja një numër, nga një është një vot, nga një është 8 vjeta, t'i vendosja një 8 ose 9. Sepse këto ishin gjëra realisht prisja, përveç vazove që mendoja se do ishin pak më të mëdhaja. Megjithatë aty janë të shënuara edhe për masat, por prapë syrit të gënjen. Kështu, paqim. Shikoni çfarë krijoi Enja. Çfarë janë ato Enja? Goca vazot që bleva, që thash ishin shumë të vogla. I gjeti Enja, se I kisha vendosur aty poshtë te karroca, I gjeti. Edhe tha mami, tha shiko ç'a do bëjmë. Betohem që nuk e kam bërë unë. Edhe po t'i kisha bërë do t'a thoja, po Enja nuk e di as ç'a janë, thjesht I ka parë dhe shiko tani ta pyes unë se çfarë janë ato, thjesht e di formën, po nuk e di çfarë është emri dhe këtu duket që e ka bërë ajo vetë. Ja ta pyes unë çfarë është, nuk e di. Enja, çfarë është ajo që ke bërë ti? Çfarë është ajo, mami? Mami, mami në kuzhinë, në makina, në makina, do I ku. Mi, po kjo çfarë është kjo që ke bërë ti këtu? Jo, shu. E shikoni, I bën ka parë që I bën zemrën ashtu, ja bën halla e vetë dhe e ka fiksuar zemrën edhe shiko tani ku I shkoi mendja. Ali! Mua nuk do më kishte shkuar mendja për sotin që t'i bëja ato. Nuk do më kishte shkuar mendja. Është shumë kreative si fëmijë. Tani këto, ja t'ja u tregoj më mirë, se ne u zgjuam që u zgjuam, ja t'ja tregoj më mirë. Unë I mendoja më të mëdhaja, sinqerisht. Po janë të vogla. Prita shikojmë me mam ku kapen. Kjo tani futet këtu. Shikoni kjo këtu. Duhet vendoset diku këtu ja ku e ka shenjën. Edhe pastaj apo në krah të kundërt. Si është kjo mi motër? Shkot kur ta gjej një para meje. Ja shikoni tani vajza si I vendosëm. Tani këtë mbajtsen këtu, ma dhuroj kunata edhe atë në fund aty po prit. Do shkojmë. E vendosa lart se këtë lulen nuk ma lere hatenja, nuk e di tani këto sa do rezistojnë. Këto ishin ato që I blem të shenjë, që në fillim na u duken të vogla, po ja gjetëm anën, si më thënë, ja gjetëm sistemimin. I bleva lulet e bardha, djetë e supermarketi, me qënë se ishin vazot janë me ngjyra, mendova duke qenë vazot me ngjyra, ngjyra e bardhë e luleve do ishte shumë e bukur, do ishte kombinim perfekt. Dhe ja, I kemi vendosur kështu. Ja shifni? 2 këtu dhe 2 këtu, dhe mbajtsen tjetër vendosa lulen tjetër, kështu e kemi bërë. Ndryshimet e fundit, pas të këtu normal si që keni parë, edhe kemi vendosur dhe
kariget e reja, me qenë se ndruam kariget e trapezaria brenda te kuzhina, i nxorëm jashtu dhe bëm një tavolinë pak vintage, si i thonë. Ja kështu. Edhe mbulesën e vendosa me lu. Tani ka nevojë për ndryshime, mbase të vogla, do bëj lyrin e tavolinës dhe pak aty te muri. Do ta lyjmë pjesën pak dhe tek muri. Edhe avash avash. Çdo herë nga pak. Por që deri tani kjo është gjendja. Mua më pëlqen. Jam jepni dhe ju mendimin tuaj, çfarë duhet të bëj në një gjë tjetër. I mirëpresim të gjitha. Dhe kështu, ne ju falenderojmë që keni ndjekur dhe vlogun. Edhe këtë herë, Mama. ju falenderojmë për suportin dhe mbështetjen. Puçin çik, mami, puçin çik. Puçin çik ti. Puçin çik njerëzit. Puçin çik mama. Këtu ktheje kokën. Puçin çik, thoj faleminderit. Shëndet. Faleminderit shumë. Paçi.